thot nëse merr mendim prej dikujt që nuk ta do të mirën, atëherë kjo është më e fuqishme për të shkatruar se prej armikut që ka numra të tmerrshëm të ushtrive. Do thot, merr mendim prej dikujt që është i dyshimt. Do thot, prapë po flasim këtu, autori rahimahullah ka fol për nivelin individual, që secili njeri të jetë i edukuar me këtë rrugë të mençurisë, mirëpo njëkohësisht vlen edhe për nivel më të lartë. Do të thonë, ne që nuk kemi ndonjë përgjegjësi për njerëz të tjerë, duhet t'i marrim këto këshilla për vete, kurse njerëz që i ka sprovu Allahu që të kenë, do të thonë, pozitë udhëheqjes umetit, qoftë prej pushtetarëve ose prej dietarëve, ata, do të thonë, përgjegjësia e tyre është më e madhe. Dhe për këtë shkak, umeti kur ka marrë mendime prej njerëzve jo të sinqertë, prej dietarëve të prishur, prej atyre thirrësve në bidate, prej njerëzve që diturinë e fesë e vënë në shërbim të interesave të tyre të dunjas, edhe kërkojnë përmes diturisë, përmes të folurit në emër të fesë, që të arrijnë në pozita ose në pasuri, edhe u kanë dhënë muslimanëve mendime, u kanë dhënë këshilla. Dhe këto këshilla, pra kjo është ajo që e shohim ne, do të thonë këto këshilla do thotë që janë dezorientim edhe çorientim i njerëzit, se nuk është këshill, do të thonë me kuptimin e vërtet, mirë po, ata e kanë thënë si këshill, edhe e kanë marrë disa njerëz si këshill, i kanë sjell dobësim të umetit dhe shkatrim të fuqisë së muslimanëve, që s'kishin pas mundësi armiqtë e jashtëm me ushtri të shumta, me mira dhe miliona ushtri, nuk do të kishin pas mundësi ta bëjnë atë shkatrim që e kanë bërë njerëz e dyshimt, do të thonë me fjalët e tyre që janë dëgjuar. Edhe nuk i kanë dëgjuar fjalët e këshilluesve të vërtetë, nuk i kanë dëgjuar fjalët e dietarëve të sinqertë, dietarëve që thrasin librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk janë dëgjuar fjalët e tyre, janë dëgjuar fjalët e avanturistave që për veti, do të thonë, sigurojnë çështjen e jetesës, kurse muslimanët i hedhin në zjarrin e fitneve. Prandaj njeriu gjithmonë duhet ta ketë këtë mençuri, duhet ta dish nga kush duhet të marrësh këshill, sepse këshilla dhe mendimi i njeriu që ose është, do të thënë, ignorant, ose budalla, ose është që ta do të keqen, ose nuk është i sinqertë në dhënien e këshillës, se ka tjetër qëllim dhe interes, shkatërron më shumë se armiqt me ushtri milionëshe.